ku qëndrojnë fetë abrahamike, dy fetë abrahamike, krishterimi dhe hebraizmi, në lidhje me këtë çështje? Më saktë fjala vjen çfarë thot Talmudi. Po është interesante gjatë trajtimit të jetës edhe të vetë njerëzve, edhe të krishterizmi, edhe të hebraizmi. E vërejmë që është një falloj, ashtu që sot dhe Islami është një lloj jete e cila është dhuratë nga Zoti. Mirë po, te këta bëhet diferencimi pastaj dallimin ndërmjet njerëzve. Dhe e vërejmë se jeta në vetveten e vet nuk është e vlefshme për secilin njeri. Pra dallon nga njeri tek njeri. Për këtë Talmudi për shembull thotë që i gjithë njerëzimi, pa marrë parasysh dallimit e tyre racore e tjera, duhet të jenë shërbim të izraelitëve. Parasysh se popull i zgjedhur e që meriton kontaktin direkt me Zotin janë izraelitët. Dhe këtë formë, sikur që dëshirojnë të thonë që njerëz tjerë janë një lloj jete dytësore, jo parësore, aq se të zonë kanë, pra izraelitët. Në këtë formë, kur fillon të kesh një referencë hynore, se tjetri nuk është tamam sa sikur se ti, dhe është më poshtë se ti. Atëherë diferencimin ndërmjet teje dhe ti fillon ta bësh sikur që e bën diferencimin ndaj teje dhe ndonjë objekti ose ndonjë teje dhe ndonjë gjallëse tjera. Pra, realisht ti je qendra dhe tjerat janë në periferi. Dhe secila nga këto gjëra ja vlen të shërbehesh me tu, apo të shërbejnë ty. Pra ti ki drejtën absolute, pasi që ti je me parësor, ta përdorësh jetën e tjetrit. Kurse tek feja islame kjo dallon, pra në formë me parasysh se vetë jeta, pa marrë parasysh, a është i një njeriu apo një njeriu tjetër, është e shenjtë vetveten e vet. Kurse e vrejmë që tek Talmudi për shembull, nuk është jeta nuk është e shenjtë vetveten e vet. Bëhet e shenjtë kur është tek izraelitët, po jo edhe tek njerëzit e tjerë. Ashtu që nuk është e rëndësishme tek gjallësat e tjera, apo tek gjesendet e tjera. Pra jetë, në kuptimin parësor të fjalës, ka kuptim vetëm nëse janë tek izraelitët. Dhe në këtë formë, jeta tek tjetri nuk është aq e rëndësishme dhe mund të mos ekzistojë. Nëse nuk është e rangut të tyre, mund të edhe të mos ekzistojë. Dhe kjo është diferencimi ndërmjet dy feve abrahamike edhe islame. Kjo nënkupton që këto lloj botkuptimesh u korrespondojnë edhe mënyrës se si sillen disa shoqëri. Për shembull, fjala vjen sot kemi rastin në Gaza, brutaliteti me cilin sulmohen civilët. A ka lidhje kjo, si më thon, me këtë lloj botkuptimin e tyre? Po patjetër, se nëse ti i bën referencë fetare në formë të zhvlerësimit të jetës njerëzore, atëherë nuk ka dallim ndërmjet thirrjes së një gjallëse dhe mbytjes së një njeriu. Për arsye se jeta në vetveten e vet nëse nuk është e shenjtë dhe nëse i mbyturi nuk është i këtij lloji, po njerëzor, nuk është izraelit në këtë kontekst, atëherë nuk është ndonjë gjë e madhe edhe nëse nuk ekziston. Ata mund të ekzistojnë derisa i shërbejnë kësaj kauze. Për ndryshe, ata mund të flijohen. Në këtë formë, nuk mund të quhet nga konceptimi i tyre as brutalitet. Për arsye se brutaliteti e merr kuptimsinë e vet kur realizohet ndaj diçka që është e vlefshme. Nëse realizohet, tash mundet të thuj brutalitet në përdorimin e makinës. Por se s'ka vlera janë vetveten e vet. Mirë po, nëse i mbyturi nuk është izraelit, atëherë brutaliteti i zhvilluar në të, sipas kuptimit të mos e brutalitet. Pra është një formë e aplikueshmërisë asaj mendësie, asaj referencës fetare. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një luftë politike, apo këtu kemi të bëjmë edhe me referencë fetare. Dhe kjo e bën e shton atë absurditetin dhe atë brutalitetin në vetveten e vet.